Putini, i cili po I tërheq gjërat sparë, është Putini, I cili po shkakton vonesa për një armë pushin. Ukraina ka qenë e qartë për një kohë shumë të gjatë, prej disa muajsh më parë që mund të kenë një armë pushim 30 ditor pa kushte dhe kemi thënë gjithmonë që është Putini I cili po pengon paqen. Ai ka qenë agresori në fillim. Është vendi që ka nisur këtë konflikt, ishte Rusia, Putini, dhe është ky vend që tashmë po pengon paqen dhe kjo është Rusia dhe ai është Putini. Patëm një takim të mirë të shtunën e kaluar në Kiev ku arritëm të mbledhim një grup të gjerë vendesh për të pasur një qëndrim, mbështetje të qëndrimit për armë pushim me sanksione dhe tashmë do të kemi një mundësi nesër në KPE për të vazhduar punën tonë për të arritur një armë pushim, por për mua kjo është një provë e argumentit që e kam dhënë në mënyrë të përsëritur, që është Putini ai që po I tërheq gjërat zvarr. Prandaj duhet që të gjitha kombet të radhiten si aleat për të siguruar që të marrim të armë pushim që duhet dëshpërimisht, por po kështu edhe të sigurohemi që të kemi sanksione të miratuara në momentin që Putini vazhdon në këtë rrugë të tërheqjes së gjërave zvarr dhe të mos ulurit në tryezë për këtë armë pushim. Inform you that you are in a country. Më duhet ju informoj që jeni në një vend that since the change I cili regime from a dictatorship që nga ndryshimi I regjimit prej një diktature në një demokraci 35 vjet më parë, asnjë president a kryeministër rus nuk ka vënë këmbë këtu dhe asnjë prej këtej nuk ka fluturuar në Rusi. Nuk na merr malli, as nuk po kërkojmë ta ndryshojmë, sinqerisht. Por kjo është një histori e gjatë që lidhet me historikun ton, me ish-bashkimin sovjetik dhe Rusi. Thënë kjo, duhet të them që ne kemi qenë qysh në krye të herës në krah të Ukrainës dhe do të vazhdojmë të jemi. Ne jemi të vetëdijshëm që edhe pse ky vend ka kryeministrin më të gjatë në NATO, nuk ka fuqinë a peshën e shumë vendeve të tjera për të luajtur ndonjë lloj roli madhor apo përcaktues. Por nga ana tjetër, nuk duhet të harrojmë se jemi të bekuar që kemi lindur në kontinentin e iluminizmit dhe në një hapësirë të njerëzimit ku lindi pa dritën ëndra e paqes së përhershme dhe vetë Europa është një projekt që ka qenë gjithnjë I orientuar drejt paqes. Kështu që ndërkohë që ne do të bëjmë gjithçka që të sigurohemi që të kemi fuqinë për të mbrojtur lirinë tonë dhe vlerat tona, po kështu kur nuk duhet të heqim dorë nga kërkimi I paqes. Sigurisht, ndonjëherë duket shumë e padrejtë, por është natyra e të qenit europian dhe e të qenit nga ana e njerëzimit, jo e barbarëve, që të kërkojmë paqe edhe me barbarët. Faleminderit. Elia Zotka, Televizioni Klan. Pyetja e parë për kryeministrin e Britanisë. Paraardhësit tuaj në qeveri kanë mbajtur qëndrime shumë të forta ndaj komunitetit shqiptar në Britani që